Ata të dy janë një ndër çiftet më simpatik në showbiz dhe her pas here ja shfaqin publikisht dashurinë njëri tjetrit. Edhe këtë Shën Valentin, Xhensila nuk ka harruar të bëjë urimin për personin e saj të zemrës Besin. Do ta kisha ndier mungesën edhe sikur mos të kisha takuar kurrë, shkruan këngëtarja. Spoti më i ri digital tregon një revolucion të vërtet me rastin e Shën Valentinit. Ilda Bejleri shfaqet në këtë spot duke guxuar me skena shumë sensuale, të cilat mishërojnë filmin 50 Shades Darker. Moderatorja vjen këtë Shën Valentin mjaft provokuese, duke guxuar ndryshe nga koleget e saj. Dimri po largohet, por motrat vjollca na e risjellin edhe një herë në këtë formë. Marina dhe Luana e marrin sërish vëmendjen e të gjithëve me këtë set fotografik të realizuar së fundmi në Brezovic. Vështirë ta bësh dallimin mes motrave. Shumë angazhime për këngëtarin shqiptar Albert Stanaj. Pasi festoi ditëlindjen, ai ishte i pranishëm në eventin e Kremin, por menjëherë pas kësaj, i duhet të vazhdojë me turin e tij muzikor bashkë me këngëtaren Xhoxho. Ju falenderoj për urimet e ditëlindjes. Fundjava e Kremit ishte shumë argëtuese dhe tani bëhuni gati për turin. Ju drejtohet ai fansave.